Si të përgatitim pilaf me perime si në kohët e para. E mbaj mend që e bënte babi gjithmonë kur gatuante, edhe i thoshin për pilaf, e bënte në këtë mënyrë dhe del special. Tani si përgatitet? Duhet specat edhe qepët të skuqen në një tenxhere dhe në një tenxhere tjetër më veç duhet të skuqet orizi. Pastaj orizi i skuqur hidhet brenda te perimet e skuqura edhe i hedhim ujin e nxehtë. Me kujdes që të mos digjemi. Siç mund të shikoni tani, po valoni gjithë kjo pilafi, duhet ta ulim deri në fund atë temperaturën që të ziej avash avash. Edhe pastaj duhet të marri siç e servirnin dhe atëherë, që e jipnin këtë formën karakteristike të pilafit. Aty vendosën në anë një copë lukaniko, se kuptohet që do vendosej edhe mishi i pjekur në mes të tavolinës, siç mund të shikoni aty tepsin me mish të pjekur. Ky pilaf del fantastik. Provojeni.